Problematika e parë që ka shoqëruar punën e SPAK gjatë vitit 2024 ka qenë presioni i jashtëm ndaj institucionit, i gjendur shpesh edhe në mes të sulmeve apo të debatit. Problematik tjetër është vijimi i mungesës së përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. Mungesa e këshilltarëve ligjor pranë prokurorisë së posaçme përbën sërish një problem i cili është trajtuar edhe më parë. Vijon ende të ngjelet problematike numri i ulët i referime nga institucionet publike në lidhje me vepra penale në kuadër të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përfundimi i ngritjes së sistemit të administrimit të çështjeve vazhdon të ngjelet prioritet për punën e SPAK dhe thash falë dhe mbështetjes ndërkombëtare synojmë që ta bëjmë funksional me gjithë modulet që ne kemi parashikuar në fund të këtij viti dhe modulet që kemi parashikuar janë shumë të rëndësishme, sidomos sa i takon raportimit dhe statistikave, proces i cili kërkon shumë angazhim, sidomos i lidhur ngushtë me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Problematikë dhe sfidë ngjelet për SPAK krijimi njësisë së analizës, e cila deri tani nuk është ngritur, por po punojmë edhe me ekspertë ndërkombëtar me qëllim ngritje një sistemi analize sipas një modeli bashkëkohor i cili do të vijë në ndihmë institucionit tonë. Shumë mirë mund të thuhet pse nuk është ngritur më parë, por është një institucion i ri dhe çdo gjë ka kohën e vet dhe vlerësojmë se tani është koha që të kemi një sistem analize dhe marrë në konsiderat këtu edhe punën e këtyre 5 viteve dhe lind nevojë krijimi i kësaj njësie të analizës. Vijon të mbetet problematike statusi i specialistit ndërlidhës në sektorin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe hetimet e përbashkëta, i cili trajtohet si në punës civil bazuar në ligjin nr. 95 të vitit 2016. Vijon të mbetet e paadresuar mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoriteteve të huaja lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja në Shqipëri në ngarkim të shtetit shqiptar për vepra penale për të cilët prokuroria e posaçme ka kompetencë. Mungesa e kompetencës lëndore e gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimit penal për subjektet e posaçme sipas parashikimit të nën 135.2 të Kushtetutës dhe nën 75A të Kodit të Procedurës Penale, ngjelet edhe ky një problem që duhet zgjidhur. Vazhdon dhe mbetet problematike çështja e mos ekstradimit të shtetit shqiptar të legalizuar apo arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, siç është argumentuar në raportet e mëparshme vjetore të SPAK dhe sidomos atë për vitin 2023 dhe marrë në konsiderat këtu që është të shtuar numri i shqiptarëve të cilët kërkohet të ekstradohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ky ishte një prezantim i shkurtër, aq sa mund të prezantohej edhe në